shumë material për ty. Ti nuk përgjigjesh dot as gjatë javës, as në Prime, sepse ti Brikena të duhet një situatë ta mendosh mirë, të dish çfarë kesh përgjigje, edhe të vish të bash një gjëra të drejtë. Nuk funksionon kështu. Tu e tregon se sa shkallët jemi të papritura, me spontanitetin. Edhe ti nuk je njëri i spontanitetit, kupton? Ti nuk je i të papriturës, sepse ke zero argument. Ajo tha je kontraktuar, unë e respektoj mendimin tat, ama nuk jam e kundërshtoj mendimin tat. Kur e respekton mendimin e dikujt nuk e kundërshton. Okej, po ti do të bësh edhe rolin e njeriu korrekt. Nuk e për të kapur Brikenën. Edhe këtë rolin e Brikenës që me musta qetso me ty e tallë dhe bet 500. Nuk mund t'i bësh të dyja role, ta merr pozicion para se të flasësh. Merr pozicion, po ulë më got se shohin njerëzit dhe shtrir. Mjafton flasësh me mend, edhe shtrir të dëgjohet fjala. Nuk ka nevojë marrësh pozicion për me fol. O Brikena, se u breke kur vjen ajo dhe thotë që ti je kontraktuar, çfarë trenë një. As me mua edhe me mua tall do me bet 500. E tall dhe me mua me bet 500. Do të bësh edhe mua me tap, do një tap, do një shishe tape ndorë. A do dhe një shishe tape. Në Mateos me ty, e kam thënë, pa tjetër, akoma duhet të shoh bashkë. Shko dhe të gjo dhe rëfimet e mëma rëfimit, ti që kam thënë për ju të dy. Nga Mateo për ty,